Jo, përshëndetje njerëz, mirë se erdhët ke episodi 2 i lojës Stumble Guys. Sot, domethënë do hapim të fillimisht çfarë gjithmonë. Wow. Ai është shumë afër. Gjithsesi. Pra, ti që dini episodin e kaluam nuk mundëm që të bëjmë ndonjë fitore, që të merrni ndonjë kuror. Kështu që do mundohemi në këtë lojë dhe shkojmë lojën. Okej, dhe mapa që do na qelloj është gjithsesi është gjysma e keqes. Okej. Lojtarët paskën skina nice. Njëri paska skinin si unë. Si që dini që kjo është skini që unë e kisha episodin që kaloi, ose pjesën që kaloi. Edhe po, do mundohemi që të bëjmë ndonjë fitore kësaj radhës. Pëngova aty, po. Dhe si që shihni humbëm edhe do fillojmë një lojë tjetër se kemi bërë shumë gabime atë në fillim. Si fillimisht, do fillojmë me Stumble Guys. Okej, u mush. Edhe sigurisht, prapë reklam. Okej, hoqëm me reklamën. Fillojmë lojën. Come on, çfarë do jetë mapi i radhës? Nuk e di pse po qellim mapat që unë i kam shumë në inat, sepse janë pa lidhje, thjesht janë shkurtra, okej, nuk janë as gjata si mapa, sepse ka edhe shumë mapa tjera që janë shumë gjata. Po kanë kuptim, shumë kjo map s'ka kuptim fare. Po. Kështu që do mundohemi që të fitojmë ndonjë lojë pak, që të dalim të parit. Okej, fitum këtë round. Shpresojmë. Okej, raundi i parë, siç e shihni, u kualifikum, edhe shkojmë me vendin që zgjidhen mapat. Edhe mapi i radhës do jetë Okej, çfarë mapi do jetë? Nuk është keq, okej. Këtë mapi ndi pak është si ta luaj, kështu që 6 veta, veç 6 veta mund të kalojnë këtu. Ai është shumë afër. Okej. Jam personi i fundit në këtë map, edhe nuk shpresoj që kam ndonjë shans për të fituar, por ne provojmë një herë. Edhe siç po shikoni, humbëm. Kështu që fillojmë me lojën e tretë, nuk e di pse po humbim kaq shpesh. Jashtë videos bëj shumë fitore, në fakt nuk e di pse po humb. Ndoshta sepse nuk e di. Thjesht shkojmë me lojën e tretë. Ja ku jemi pra me lojën edhe mapi i radhës do jetë. Shumë pak raste më ka qelluar me luajtur këtë lojë, kështu që interesante për video. Okej, nuk mund të shoh dot lart se nduk se ishte një zog që fituronte. Okej. Okej. Me sa po shoh që ka një nga mapat më të vështira. Duhet që ta bësh perfect timing. Këta dinozaurat janë shumë të shpifur, kështu që thjesht duhet presësh që të kalojnë, e sheh? Të kthejnë shumë brapa, nuk e di pse është kjo map kështu, sepse kjo është pak si pa lidhje, shikon? Këta dinozaurët e vegjël nuk kanë pik lidhje në këtë map, kështu që yes. Okej, kjo ishte me fat. Presim. Hik. Shumë perfekt. Tani hiqen këto dhe ne mund të hikim. Perfekt, okej. U kualifikuam ke raundi i parë, kështu që shihemi ke raundi i dytë. Okej, jemi ke mapi i dytë. Edhe mapi i radhës do jetë prap kjo. Oh my god, bro. Nuk çeka dita jon sot, më duket. Ai sa po shoh nuk çeka dita jon sot. Loja na bën kastile, trebinjak. No, seriozisht i vetmi që më kapi? Jam i fundit? Jo, se pas ka shumë këta. Okej.
Nice, po pasi prap jemi shumë brapa. Po jemi ekstrem brapa. Sepse veç 6 veta mund të shkojnë, kështu që po jemi shumë brapa. Po, sigurisht. Edhe prap humbëm, kështu që shkojmë me lojën tjetër. Me këtë që po shoh, as në këtë episod nuk mund të bëjmë një fitore, po do mundohemi përsi prap. Kështu që shkojmë me lojën e radhës. Videon e parë që bëra në YouTube, thjesht shkova në finale edhe u dogja, kështu që në këtë video është pak si pa lidhje të bërë të njëjtën gjë, kështu që duhet një fitore. Wow, një mapë i ri. Jo, nuk është i ri, është për njëti. Më falni. Thjesht nuk e pash. Mu du figura, po qa të bërëm? Dizesi. Jam shumë brapa. Jam shumë brapa, nuk e di pse jam kaq brapa. Edhe ram. Jam shumë brapa, nuk e di pse. Edhe nuk e di pse janë këto kaq shumë para, se kuptoj se si mund të shkoj një lojtar kaq shumë para, kaq më shpejt. Okej, nuk jam dash keq, në rregull. U kualifikuam për raundin tjetër. Wow, çfarë veshje ky. Gol. Okej, jemi me mapin e radhës dhe do jetë po i njëjti. Bro. Seriozisht tani? Do dëshiroja më shumë të luajmë një mapë, që se kemi luajtur në kanalin. Në fakt veç 2 video kam unë, do të thon bashkë me këtë Guta Head, por do ishte një gjë më e bukur sikur ke pjesa që ka shumë e bezdishme, okej. Ma është sa për shok, u dogjem edhe këtu, sepse u vënova shumë aty fillim. Edhe këto tani të hedhin shumë brapa. Wow, çfarë mapi shpif. S'më pëlqej ka fare ky mapi. 4, edhe 2, edhe 1 vet, s'ka shanse të jemon, okej. Do të humbëm. Po. Do bëj edhe një lojë të fundit. Nëse se fitoj, nuk e di, sepse video shkoi shumë gjatë. Nuk e di çfarë do bëj. Do mundohem shumë fort që ta bëj një fitore tani këtu, sepse ka shkuar video shumë e gjatë edhe më duhet si të bëj një fitore, kështu që nisi me lojën tjetër dhe lojën e fundit për këtë video, pse videon e kaluar që bërëm, më duket se vetëm 2 lojëra kemi bërë. Ndërsa në këtë video kemi bërë ose 5 ose 6, nuk e di, kështu që okej, kjo është loja e fundit edhe please, ndonjë mapë e lehtë dhe e lezetshme. Çfarë mape? Nuk e di pse Stumble Guys po e bën këtë gjë, por nuk e di. Por gjithsesi, janë thjesht mapa të njëjtë. Ose nuk e di. Kjo ishte shumë afër humbjes, që në raund të parë, okej, shkojmë në raundin e dytë pa humbur kohë. Okej, filloi raundi tjetër. Filloi raundi dytë. Edhe sigurisht, ajo është për të hedhur dhe karakterin tim nuk e lë që të hedhet. Të hidhet. Wow. U kualifikova për raundin e fundit. Kjo është një gjë shumë e mirë. Kjo është një gjë shumë e mirë. Okej. Tani është raundi i fundit. Këtu varet gjithçka. Sepse ku mbaron loja, edhe sigurisht po këto me dinozaur që mu okej, kam 90% lojën të humbur sepse si këto gjëra që shkojnë poshtë edhe lart. Edhe i kam shumë bezdi, nuk më lën që të lëvizi. Prit pak, se se e di një stil. Po shikojeni se ku janë lojtarët e tjerë. Kjo është shumë e pabesueshme. Më roni fat duke bërë like. Come on. Më duhet fati juaj. Edhe sigurisht, gjithmonë,
Kur unë hedh hapin tim, këto hapen, dhe thonë ju pse. Edhe përsëri me një humbje. Kjo është një zhgënjim shumë i madh. Në rregull, kjo është loja ku që po, këto ndodhin. Që njerëz, nëse keni parë deri këtu video, një lutem bëni like, subscribe, shtypini zilën, edhe shiheni në episode të tjera apo lojra të tjera. Edhe më shkruani ndonjë ide në komente për lojën e radhës. Peace.